Një tjetër rast i kontrabandës është zbuluar nga policia e shtetit në kuadër të luftës kundër veprimtarive të palishme që dëmtojnë ekonominë dhe rrezikojnë sigurinë në vend. Në pranga është vënë shtetasi Albert Capa, 42 vjeç, banues në fshatin Maqellar, i cili u kap në flagrancë në territorin e njësisë administrative Maqellar, teksa transportonte mallra të dyshuar si kontrabandë në një automjet tip Opel. Gjatë kontrollit në automjetin e tij, uniformat blu zbuluan sasi të konsiderueshme detergjentësh dhe materiale për paketim, të cilat nuk ishin të shoqëruara me faturë blerje apo dokumentacionin ligjor që justifikon origjinën dhe destinacionin e tyre. Këto produkte dyshohet se janë futur në mënyrë të palishme në territorin shqiptar përmes pikës kufitare të Blllatës. Bashkë me të, në kuadër të hetimeve, është arrestuar dhe doganjeri Andon Lilo, 51 vjeç, me detyrë në degën doganore të Blllatës. Lilo dyshohet se ka lejuar kalimin e mallarve të kontrabanduara përmes korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës si funksionar publik. Provat e mbledhura nga hetimi tregojnë se ai ka patur dieni për përmbajtjen e automjetit dhe ka ndërhyrë për të mundësuar kalimin pa kontroll të imtësishëm të mallarve të palishëm. Ndërto është proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe një tjetër doganjer, një 50 vjeçar banues në Korçë, i cili shërbente në degën doganore. Ai akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se ka neglizhuar detyrimet ligjore për kontrollin e mjeteve dhe dokumentacionin përkatës gjatë hyrjes së mallarve në territorin shqiptar. Ndaj Albert Capës rëndojnë disa akuza të rënda penale për fshirë korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kontrabanda me mallar të tjerë, kontrabandë me mallar të ndaluar ose të kufizuar, tregtim dhe transport i mallarve që janë kontrabandë dhe fshehje të ardhurave. Gjithashtu, ndaj doganjerit Andon Lila janë ngritur disa akuza si korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, shpërdorim detyre. Në këtë operacion janë sekuestruar sasi të konsiderueshme mallarsh të kontrabanduara, detergjent dhe materiale paketimi, automjeti që përdoret për transport, si dhe shumë aparash në voluta të ndryshme që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Ndërkohë autoritetet vijojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje.